Spari falemndar për mundësin që na jepni për të shprehur. Unë dhe gjatë kësaj javës ishte aty ka qenë një intensiteti madh me konferencë shtypi, me gjitha çfarë kemi mujtë që të bëjmë sensibilizojmë. Është duke u lidhur me ata e pamjaftueshme për situatën ku ndodhet sot bujqësia jonë. Por konkretisht pa e lidh me situatën e tarifave. E bima çështje tjetër ajo, çështje për do prek pak më tej. Pra është e pamjaftueshme. Ka një pjesë e mirë do theksoj e fermerëve, që unë i kam dashur dhe ndashi shpesh herë në shumë zona të vendit tonë, që për një arsye çështje dokumente, pronësie, kur bën 7 vetë, nëse njëri nuk ka mirë me dokumentacion, rëzohet e gjithë skema, pra digje dhe këta tjerë, nuk është mjaftueshme për vetë situatën ku asot të kostove, të gjitha kostove, të fuqisë punëtore, tashmë që është rrit, të pesticideve, që cilet duhet ndaluar po se mos para në Bashkimin Evropian, të plerave organike që bëron, dhe një serë, duke parë një serë, kostesh, ne na bojnë, ma besoni, të pa barabartë me qovë dhe me Kosovën që kemi fqini, por me Maqedinë nuk konkurrojmë dot dhe as me Serbinë.